që jena pak si shoqëni impulsive, edhe nuk muj me po durimin me ndëgju dikon deri në fund të para, e dyta s'muj me da mendimin e njej që dikush mundet me mendu ndryshe nga na, edhe pastaj qoftë me fyrje dhe me gjona tilla me vendos në pozicion që duhet me i tërgu që ti e gabim, ndërsa një mirë. Unë mendoj që kjo duhet më ndryshu, liria të shprehjes duhet me ekzistu, për çdo herë kur kem liri të shprehjes, duhet kem ligj që edhe e qetë se nuk muj me lënë të hapin veç me gjujt më s'me ol kërkon. Kjo shkon kështu që jepet edhe është mosa këtu ku duhet nale. Kur kemi liri domethënë shprehjes, duhet kem ligj kundrejt fyrjes, shpifjes, kushdo që te i kalon çata domethënë, unë muj me mendu gjithçka ndryshe deri tek egzoni ku nuk e fyj edhe se ofendoj egzonin. Po në momentin kur unë e fyj ofendoj egzonin, duhet me qenë i letë që mu më ndalon edhe më sankcionon edhe më gjobit për ato që në bëjë për në rëmësu. Ndoshta ata mërë si një mesazh të fundit apo ke edhe një mesazh të shkurt për gjithë, sepse jemi në minutat e fundit sot. Unë si mesazh kisha dashur me jep që gjithë qytetarët duhet e kenë mendimin e tyre kritik. Mendimi duhet jetë në ato që ta thojnë mënyrën si ata e mendojnë, ta shprehin, po ju me qëllim duke ju tregu të tjerëve se ato që ata e mendojnë, edhe të tjerët duhet ta prandojnë, se s'do të që duhet ta prandojnë në atë mënyrë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Jeta? Po patjetër mendoj që do të me shpreh deri në mas, po të